testuar vetveten, po luan për të testuar socialistët, pas kësaj shkundje që i ka dhënë Partia Socialiste me të drejtë, e kujtoi zoti Osmani, një strukturë e rëndësishme drejtësisë, siç është SPAK-u. Ju si njohësi mirë i Partisë së Madhe Socialiste, kjo çfarë lloj strategjie është? E para duhet të thënë që Partia Socialiste në të spektrin politik të vendit, në dinamikën e tranzicionit, është një nga forcat politike kryesore dhe është vlerësuar gjithmonë si një forcë politike që duhet të ishte ose duhet vazhdonte atë demokracinë e brendshme dhe duhet shërbente si një pikë referimi. Me hapat pas që ka bërë Partia Socialiste, ajo ka humbur referimin. Dhe kjo situatë, problemet e shumta që kanë dalë me SPAK-un, sfidat që ndjehen përballë elektoratit, sigurisht që e kanë vënë në një pozicion jo të lehtë Ramën. Nuk është problemi do fitoj apo s'do fitoj. Problemi është çfarë do prodhoj. Nuk kuptoj çfarë do ofroj. Për shembull, ju e mbani mend që Rama hyri në politikë në Partinë Socialiste kur u bë lideri i saj me luftën kundër xhaketave të vjetra. Dhe u duk sikur do sillte diçka të re. Por unë duke analizuar në dinamik partinë të cilën e dua dhe i shërbej, vlerësoj se është më mirë një xhaketë e vjetër se sa një kostum firmato i lirosur nga babzia. Është më mirë të hash një copë të vogël buke qoftë dhe thatë, si në para vitit 90, se sa të kënaqesh me fodollokun tënd duke ngrënë një biftek $1.000. Është më mirë të pish uthull shqiptare se sa verë €33.000 shishja. Ju i besoni kësaj? Nuk ka Partia Socialiste dhe kryeministri nuk ka bërë ndonjë denoncim kundër. Nuk ka thënë që s'është e vërtetë, se para çdo rast. Ka bërë ironi duke ju përgjigjur. Mua më dëm në shpirt kur shoh që kryeministri i vendit tim investon $4 milion për të bërë kopshin Eden dhe los atje me peshqit, ndërsa fëmijët e vegjël, peshqit e vegjël të Panajaz dhe të Kërkovës nuk kanë ujë për të pirë dhe lahen me ujë blerë me lek. Pra, Rama e ndjen perceptivin publik, sepse ne shikojmë që për çdo gjë Rama thot unë, rrallë herë thot Partia Socialiste. Dhe thot gjithmonë unë sa me sa di unë se një zonjën Rama, ajo nuk është nga Fieri. Dhe Rama s'duhet këtë një lidhje me Belulin. Po ka dhe vetë kënaqësinë e tepër sikur gjithçka vjen nga ai dhe vetëm nga ai. Dhe kjo pasaj ka dëmtuar strukturën shtetformuese të vendit, vendimet janë kryesisht emocionale, vendimet janë kryesisht personale, ti mund të mbijetosh, sepse ka mbjetuar dhe Enveri. Kam mbjeton edhe Putini. Por në diktaturë. Problemi është të mos kufizosh demokracinë e brendshme, siç ndodhi në 2008. Problemi është të mos i zgjedhësh në mënyrë individuale dhe të besosh mandate, dhe pastaj me që s'ket dardat të kopshi e Denit thua që ata hanë darda mbrapa kurrizit tim. Po le të bëj një kopësh me darda përballë kryeministrisë dhe mos t'i hajë njëri nga pastë. Sa po ata ta hanë kokën e parë, ky t'i kape mos t'i lëdë. Sepse thotë që është personale, çdo gjë është personale te pjesa ligjore, po te pjesa morale, te pjesa politike, asgjë nuk është personale. Dhe në këtë aspekt, unë them që edhe dëshira që po bëj diçka të veçantë, që po fus të rinj. Okej, platforma deputet që dua, unë njoh shumë të rinj, por ata kanë nevojë dhe për eksperiencë, ata kanë nevojë dhe për koordinim. Sepse është e vështirë, kur ti do shkosh në parlament, ti do të jesh vendimarrës, kur ti do shkosh në qeveri, ti do të marrësh vendim. Qofse ti nuk e ke instinktin e liderit dhe nuk e ke instinktin e marrjes vendimit, ne mund të ndodhsi në 2024 që në buxhetin shqiptar nuk janë përdorur 420 milionë euro në një ekonomi që duhet të rritet gjithnjë më shumë dhe duhet të shpërndaj më mirë të ardhot që krijon. Kështu që në këtë aspekt, çfarë do shohim? Sigurisht që lënia jashtë skemës sigurt të deputetëve të vjetër dhe me eksperiencë, unë nuk jam për ide fikse, 100% kështu dhe 100% ashtu. Ja, duhen harmonizuar proporcionet. Mund të jenë 70% të rinj, 30% të vjetër. Brenda asaj vendeve të sigurta. Të sigurta, po, patjetër, sepse është e nevojshme. Partitë politike. Po do jenë ministrat apo jo? Do jenë disa emra. Një pjesë do jenë ministra që janë, një pjesë do jenë ministra që po promovojnë. Jo, e kanë fjalën do jenë disa që kanë një eksperiencë politike ose e kanë dhënë kontributin brenda Partisë Socialiste dhe nëse Rama është i qartë në atë që thotë që çdo njeri që ka pasur një mandat si deputet do dalë jashtë listës sigurt, kjo nuk... Si deputet, po si ministra, apo jo Gjenxhaj, ma specifiko.
shumë pak që janë që janë deputet. Në pjesa dërmuese, pjesa më e madhe është janë deputet me binjë, me 2-3 mandate deputetës. Shkemi deputetës që nga paktën 2013-a. Dhe prapë në thash do ketë një... I bie atër ministrat e rinj? Po. Praktikisht, ministrat e rinj i bie do jenë në listë të sigurt, kështu? Po, patjetër. Po, për shembull, ministri Manja, që është njëri me eksperiencë në politikë, zonja Kumbaro ka eksperiencën e vetë që janë drejtues politik në Qarqe. Që do jenë? Drejtues politik do jenë të kësaj sigurt. Manastiriu i bie? Manastiriu do jetë në listën e sigurt. Po pse, ka më shumë se një mandat deputeti? Është drejtuese politik. Ka marrë statusin e drejtuesit politik të Qarkës. Drejtuesit politik. Kështu që duhet një armonizim më i mirë për të marrë një produkt që të jetë i dobishëm. A do të jetë Rama vetë në listë apo jo? Për mua shpejt të themi njëri variant ose tjetri. Po pse është hedhur kjo? Për të testuar publikun, mendoni, apo për të paralajmëruar se mund të ndodhe dhe kjo? Ajo që thotë Rama është e vërtet që për të qenë ministër, për të qenë kryeministër, për të qenë president, për të pas një mandat publik, nuk është e nevojshme që t'jesh patjetër deputet. Kështu që e ka larmin. Por nga stili që ka pas Rama, i kontoj në detajet të gjithçkaje, dalja jashtë grupit parlamentar, statusit të deputetit, në grup parlamentar me pjesë kryeministët, mund të bëj funksionimin pak më të vështirë se sa Rama është mësuar, sepse Rama është mësuar që të mos ketë asnjë vot kundërt. Maksimumi në një abstenim, dhe unë kam parë kolegë deputet që kanë eksperiencë, kanë përgjegjësi, që të bëjnë një diskutim, qoftë edhe publik. Nuk është po godasim me gurë PS-n, po ndihmon PS-n dhe liderin saj të kuptojë që sfidat që ka Shqipëria janë shumë të mëdha se ambicet personale të secilit prej nesh. E kuptoj. Po, më thuaj. Kjo është shumë e vërtetë.